Ish kryeministri dhe lider historik i Partisë Demokratike Sali Berisha ka dalë sërish në sulm ndaj qeverisë duke kritikuar bordin e transparencës për çmimin e karburanteve si të panevojshme. Ai e konsideron rritjen e çmimit të naftës një shkelje të hapur të interesave të qytetarëve dhe një favor ndaj oligopolëve që sipas tij operojnë në mbështetje të qeverisë. Në shkelmim flagrant të interesave të qytetarëve, në mbrojtje të oligopolit dhe interesave të qeverisë, ka nevojë për bord. Por gjysmot taksat vendos nivelin e taksave që ka Kosova dhe Maqedonia, pastaj le të guxoj kusht të shes 100 ark me shtrejt naftën në pompat e Shqipërisë që të marrë atë që meriton. Po nëse ke vendosur ngarkesën fiskale shumë më të lartë se vendet e OECD-s, 33% më të lartë se vendet e OECD-s, të cilat kanë 5 herë më të mëdha të ardhurat për frymë se Shqipëria, se 6 herë, pastaj ti ke vendosur një gjob të rënd mbi qytetarët e vendit. Kryedemokrati nuk ka kursyer as akuzat ndaj kryeministrit Rama, të cilin e fajson për mbylljen e dyerve të integrimit evropian të Shqipërisë. Akti me të cilin ai de facto i mbylli dyert integrimit evropian të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Berisha theksoi gjithashtu se SPAK operon në kontrollin e plotë të Ramës dhe se përpjekjet për të tetuar Lubi Ballukun dëshmojnë ndikimin e kryeministrit në çdo vendim të rëndësishëm. De facto SPAK-u nuk ekziston më. Misioni i tij është hetimi dhe ndjekja penale e personave me imunitet dhe krimit organizuar. Tani hyn në fuqi vendimi Famzi Sadushi, vendimi i cili nuk lejon më arrestimin pa vendim përfundimtar të bosëve të karteleve të drogës dhe antarëve të organizatës kriminale të kryesuar nga Edi Rama, qeverisë shqiptare. Në lidhje me situatën brenda Partisë Demokratike, Berisha komentoi qëndrimin e deputetes Jorita Tabaku, e cila ka mbështetur pjesëmarrjen e Ervin Salianit në debatet e brendshme të partisë. S'pari njëherë, deputetja ka shprehur mendimin e vet, dhe kjo është një gjë krejt normale. Së dyti, nuk është përjashtuar, është vetë përjashtuar. Vetë përjashtimi është kur ti shkel në mënyrë flagrante ato që ka thot statuti i partisë tënde. Deklaratat e Berishës vjen në një kohë kur ish deputeti Saliani ka shpadur kandidaturën e tij për kreun e ri të Partisë Demokratike, zgjedhja e së cilës pritet të mbahet në 23 maj. Kryedemokrati paralajmëroi se protesta e ardhshme do të jetë shumë e fuqishme dhe e cilësoi si zgjedhjen e vetme për të sfiduar pushtetin aktual, duke i bërë thirrje qytetarëve të mobilizohen kundër qeverisë dhe politikave të saj fiskale.